Përshëndetje, mirë se erdhët në program. Do të flasim sot për alergjit. Alergjit ndryshe njihen si një ndjeshmëri e rritur e trupit ndaj substancave të ndryshme, të njohura si alergjene. Gjatë periudhës së pranverës dim që shtohen alergjit, sidomos ndaj produkteve ushqimore, ndaj polenit, me kollitje, me teshtim, por edhe me reaksione në lëkurë. Nëse do të flasim edhe për teste që klinika e dermatologjisë, ku ju mund të shkoni dhe t'i bëni dhe të detektoni se për çfarë lloj të alergjisë bëhet fjalë. Me ne në studio, për të diskutuar mbi këtë temë, kemi të ftuar doktoreshën Kujtime Rushiti Mehmeti, specialiste dermatovenerologe. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje Arta, mirë se ju gjeta. Kënaqësi të jem në emisionin tuaj. Është ndertë ju kemi të ftuar në studio të flasim për një temë që është shumë aktuale gjatë kësaj periudhës së pranverës, siç janë alergjitë. Doktoresh, si për fillim, pse paraqiten alergjitë? Alergjitë janë reakcion hipersenzitiv i sistemit imunitar ndaj ndonjë substance të caktuar. Kur një person alergjik akcepton një alergjen dhe e ndjen si kërcënues, ai prodhon antitrupa për këtë alergjen dhe lirohet histamin dhe paraqiten simptomet e alergjisë në lëkurë, të cilat mund të jenë me skuqe, kruarje, mund të jenë simptome me rrjedhje sekrecione të hundëve, kruarje dhe skuqe e syve, edhe simptome të tjera më të rënda, siç është edhe shoku anafilaktik. Doktoresh, gjatë periudhës së pranverës, shpesh e dim që janë më të shpeshta alergjitë. Përse ndodh kjo gjatë kësaj periudhe të shtohen persona që vuajnë nga alergjitë? Do të thonë, në përgjithësi, alergjitë janë në rritje të vazhdueshme në popullatën globale, për shkak të ndotjes së ajrit, për shkak të ndryshimeve klimatike, për shkak të sasisë së polenit në ajër, do të thonë gjatë pranverës i kemi këto alergji më të shpeshta, por edhe i kemi edhe alergjitë e insekteve për shkak të kontaktit më të shpeshtë gjatë kësaj periudhe. Alergjitë mund të jenë edhe gjatë, do të thonë, stinëve të tjera të vitit, sidomos gjatë vjeshtës, po ashtu i kemi insektet, edhe mykun për shkak të lagështisë së ajrit. A ndodh kjo që nuk është vetëm stina e pranverës se cilën ne e njohim për alergjitë, por mund të ndodhin në verë, mund të ndodhin në vjesht, mund të ndodhin gjatë periudhës së Mund të ndodhin gjatë gjithë kohës, sidomos alergjitë ndaj medikamenteve mund të ndodhin në çdo periudhë të jetës. Por në këtë periudhë të pranverës, cilët janë ato alergjitë më të shpeshta që mund paraqiten? Zakonisht është poleni. Alergjitë inhalatore, do të thonë që shkojnë me sekrecione të hundëve, të syve, me kollitje, me teshtitje. Po, një person që është alergjik për shembull ndaj polenit, a mund të jetë alergjik edhe ndaj substancave tjera? Po, në përgjithësi ekzistojnë pacienta të cilët kanë alergji edhe ndaj më shumë substancave të ndryshme, mund të jenë alergjik ndaj polenit, mund të jenë alergjik edhe ndaj ndonjë ushqimi ose medikamenti në përgjithësi. Përmendet pak më herët disa nga simptomat me të cilat shfaqet alergjia, siç është kollitje, teshtitje, ndoshta edhe lotim sysh, edhe kruarje. Por në lëkurë si mund të shfaqet alergjia? Alergjia në përgjithësi të lëkurë mund të paraqitet me simptome të ndryshme, prej më të lehtave deri te simptomet e rënda, domethënë përgjithësi zakonisht shkon me skuqje dhe kruarje të lëkurës, mund të jetë ajo skuqje lokale, por mund të jetë edhe generalizuar në të gjithë trupin. Do të thënë, kruarja, njolla të ndryshme në lëkurë, diçka tjetër për shembull që mund të shfaqet në lëkurë, ndoshta tharja e lëkurës ose nuk është kjo simptom? Edhe tharja mund të llogaritet, po zakonisht shkon me kruarje dhe skuqe, edem domethënë, ënqje, mund të kemi ënqje edhe të buzëve, ënqje të fytit ose vetëm edem të syve, të kapakëve të syve, varësisht domethënë nëse kemi të bëjmë me ndonjë preparat kozmetik ose me ndonjë medikament të caktuar. Ënqje të skalpit, zakonisht kur kemi alergji ndaj ngjyrave të flokëve, kështu që ekzistojnë lloje të ndryshme të alergjive, por edhe të manifestimit të alergjive. A do të thotë kjo që mund të jetë alergjia vetëm e lokalizuar në një pjesë të trupit, apo mund të jenë simptoma edhe të generalizuara? Mund të jenë edhe simptome të generalizuara në të gjithë trupin. Cilat janë problemet më të shpeshta të lëkurës që mund të vinë si pasojë alergjive? Domethënë, përgjithësi kemi urtikarin, kontakt dermatitin ose dermatitin alergjik që paraqitet, dermatitin atopik, edhe lloje të ndryshme të tjera. Me që përmendet urtikarin, na thoni për shembull çfarë është urtikaria, që ndoshta të gjithë ato që na ndjekin gjatë këtyre momenteve dhe kanë këtë simptom, ta dinë se për çfarë bëhet fjalë. Urtikaria është domethënë smundje alergjike, e cila paraqitet me ënqje dhe skuqje të lëkurës në forma të ndryshme, si njolla të lëkurës, dhe mund të jetë lokale, mund të jetë generalizuar. Zakonisht mund të jetë simptom i ndonjë alergjie nga ushqimi ose nga poleni ose nga pluri.
Mund të jetë alergji nga ndonjë medikament ose insekt, mirë po mund të jetë edhe si simptom i ndonjë infektimi virusal ose bakterial. Do me thënë, jo gjithmonë kur paraqitet urtikaria të dim persona që është si pasojë një alergjie, por mund të jetë edhe si pasojë ndonjë virus. Zakonisht në përgjithësi pacientat nëse kanë dyshim diçka alergji janë të vetëdijshëm përafërsisht se për cilën alergjen mund të flitet. Në disa raste nuk dihet shkaktari, nuk mund ta vrejnë edhe ata vetë, edhe ne si mjek do me thonë tentojmë që ta gjejmë në mënyrën se prej nga ka ardhur ajo alergji. Kështu që zakonisht me anë të testimeve ne identifikojmë këto alergjen nëse është e mundur. Mirë po shpesh herë kur nuk ka ndonjë alergjen të caktuar, do me thonë që e dyshojmë, atëherë mund të flitet edhe për ndonjë smundje, varësisht prej asaj që ne marrim edhe si anamnesë të pacientit, nëse ai ka qenë i smur ose është për momentin i smur, atëherë mund të dyshojmë edhe ndonjë infeksion që e ka bërë atë shkaktari asaj smundje. Këto pacient paraqiten me njëherë tek mjeku ose ndoshta i neglizhojnë ndonjëherë simptomat? Jo, në përgjithësi zakonisht pasqyra, do me thënë lëkura është pasqyra e shëndetit në përgjithësi edhe secili pacient i cili shef një skuqje të lehtë të lëkurës me njëherë lajmërohet te mjeku sepse mund të neglizhojnë ose anashkalojnë ndonjë simptom tjetër, kurse atë që duket nuk mund të anashkalojnë shumë e vërtet. Përmendet që faktorët janë të ndryshëm përse vjen deri tek alergjia. Shpesh ne përmendim stresin si një nga faktorët kryesorë për shumë smundje. A mund të jetë stresi ndoshta një nga faktorët përse paraqiten njolla të ndryshme në lëkurë apo pse paraqitet kruarja ose ndoshta edhe smundjet lëkurës? Në përgjithësi mund të jetë edhe stresi në ditët e sotme, të gjithë e dim që stresi ka një ndikim në përgjithësi në shëndetin e njerëzve, mirë po mund të ndikojë edhe ndotja e ajrit, kushtet klimatike, predispozicioni gjenetik të pacientët, të cilat mund të shfaqin simptome të ndryshme. Një nga smundjet tjera që përmendet pak më herët ishte edhe dermatiti atopik. Për çfarë smundje bëhet fjalë? Do të thonë është smundje kronike e lëkurës, e cila paraqitet me skuqje, kruarje dhe tharje të lëkurës, nga ndonjëherë edhe trashje e lëkurës që quhet lihenifikimi i lëkurës, zakonisht paraqitet prej moshës së vogël, do të thonë prej lindjes së fëmijës, shkon me skuqje të fytyrës, paraqitje në skalp, do të thonë, edhe në pjesët e jashtme të gjymtyrëve. Kurse të rriturit zakonisht shkon me skuqje dhe kruarje në pjesët e brendshme të bryllave, të nyjeve, do të thonë të gjunjëve, dhe në përgjithësi lëkurë më të thatë. Të gjithë këto pacientat kërkojnë një trajtim të veçantë në përgjithësi, edhe gjithmonë duhet të kujdesen për lëkurën e tyre që ta kenë të hidratuar ashtu siç duhet. Nëse kanë të hidratuar është në rregull, për shembull, nuk mund të paraqiten probleme? Jo, përsëri mund të paraqiten, ndikon aty stresin, ndikojnë kushtet e jashtme, klima, domethënë e thatë në përgjithësi, gjithsesi të mirëmbahet. Është e nevojshme trajtimi nga një dermatolog gjithsesi në këtë rast. Zakonisht edhe ata pacienta i kemi gjithmonë në klinik, në përkontrolla të shpeshta që mund ta mirëmbajnë, domethënë, këtë situatë. Kemi raste të lehta të cilat kalojnë vetëm me hidratim, po kemi raste të cilat me të vërtet kanë nevojë për trajtime pak më të rënda. Doktoresh, pak më herët përmendet që ndoshta dermatiti paraqitet që nga lindja, që në moshën fëminore, po alergjit, a mund për shembull të manifestohen tek fëmijët, apo ndoshta në moshën e adoleshencës, apo ndoshta edhe në moshën adulte pak më vonë të paraqiten? Në përgjithësi, do me thonë, të fëmijët zakonisht paraqiten alergjit ushqimore, sepse atëherë fëmijët binë në kontakt të parë me ndonjë alergjen ushqimor, sidomos me vezën, me produktet e qumshtit, të cilat alergji zakonisht mund të shkojnë, do me thonë, gjatë periudhës së jetës munden edhe të zhduken. Kurse alergjit ushqimore ndaj produkteve të frytave të detit, do me thonë, arrave, lejthive, ato nuk zhduken gjatë periudhës jetësore. Të rriturit dhe do me thonë, prej moshës së pubertetit dhe të rriturit mund të hasim alergji të ndryshme, qofshin ushqimore, qoftë inhalatore, medikamente ose insekte të ndryshme.
Do me thënë alergji, sidomos tek të rriturit gjatë periudhës së fundit, ndoshta me jetën sedentare që bëjnë dhe jetën e përditshme për shkak të stresit, për shkak të punës, dim që janë duke ushtuar pacientët që kanë manifestime të alergjisë. Ne kemi do me thënë dallojmë lloje të ndryshme të urtikarisë, sidomos urtikari akute, cila paraqitet deri në, do me thënë, në për një periudhë të shkurtër kohore, cila mund ato ndryshime të zgjasin për disa ditë, për disa orë dhe të zhduken, por mund të zgjasin edhe më gjatë, atëherë quajmë urtikari kronike, cila zgjat më shumë se 6 javë. Edhe kemi urtikari urtikari fizike, cila ndikojnë në nxehtësia të ftohtit edhe kushtet të tjera, stresi, ushtrimet të ndryshme fizike. Do me thënë, kushtet atmosferike apo ndoshta kushtet ambientale ndikojnë shumë në paraqitjen e problemeve me lëkurën. Do shkëputemi për pak çaste publicitet, doktoret, i rikthehemi pas pak me bisedën tonë në studio për të folur për sëmundjet tjera të lëkurës. Qëndroni me ne. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit dhe jemi duke folur për alergjit. Në këtë pjesë të dytë do të fokusohemi pak më shumë tek testet e alergjisë. Cilat testet e alergjisë ju mund të bëni, sidomos në klinikën e dermatovenerologjisë në Shkup, për të detektuar se ndaj cilave substancave apo përbërësve jeni alergjik ose jo. A bëhet fjalë për ndonjë sëmundje tjetër apo bëhet fjalë vetëm për alergji. Me ne në studio për të diskutuar mbi këtë temë kemi të ftuar doktor Kujtime Rushiti Mehmeti, specialiste dermatovenerologjie. Doktoresh, në pjesën e parë të emisionit folëm pak më shumë për sëmundjet e lëkurës dhe sidomos u fokusuam tek alergjit. Klinika e dermatovenerologjisë, Klinika Universitare e Dermatovenerologjisë në Shkup, dim që ka teste specifike për të zbuluar se për çfarë lloji të alergjisë bëhet fjalë. A janë të interesuar pacientët që të vinë të kryejnë këto teste në klinikë? Po, në përgjithësi, do me thënë, në klinikën universitare të dermatologjisë ne kryejmë lloje të ndryshme të alergotesteve, alergoteste të cilat disa lloje të tyre nuk kryen në tjetër vend, do me thënë në Maqedoni. Janë alergoteste të llojeve të ndryshme, njëri ndër testet më të shpeshta është alergotesti serologjik që bëhet nëpërmjet të gjakut, në të cilën ne caktojmë se sasinë e antitrupave në përgjithësi a ka pacienti alergji ose jo, edhe caktojmë edhe shohim se sa alergjen, do me thonë sa është sasia alergjenve të një pacient konkret, do me thonë alergjen konkret, flasim për alergjen inhalator, ushqimor ose insekte të ndryshme. Do me thënë lloje të ndryshme të testeve ekzistojnë. Është shumë e rëndësishme që të gjitha ato pacientë të cilët janë duke u përballur me ndonjë alergji, sidomos gjatë kësaj periudhës së pranverës, të dinë që mund të drejtohen deri te Klinika Universitare e Dermatologjisë për të kryer një alergotest. Po në përgjithësi këto teste që i përmenda serologjike janë shumë të përshtatshme për pacientët të cilat nuk mund të ndërpresin terapinë, sepse kemi pacientë të cilat shpesh herë e kanë patjetër të marrin terapi antialergjike dhe këta teste mund të bëhen te këto pacienta, pastaj mund të bëhen te pacientat më të vogël, te pacientat shtatzan, do me thonë mund të kryen sepse janë të përshtatshëm këto teste dhe nuk bëjnë asnjë farë rreziku te pacienti në përgjithësi. Pas këtyre testeve, i kemi testin prik testin, që quhet në mjekësi, bëhet në krahët, do me thonë e pacientit, aplikohet një pikë e alergjenit dhe me gjilpër bëhet një pickim i lehtë dhe shihet afërsisht për 15 deri 20 minuta se si reagon lëkura. Nëse kemi skuqje, kruarje, atëherë ajo tregon se në atë vend, do me thonë, te ai alergjen kemi reakcion alergjik dhe zakonisht i preferojmë pacientit që të shmanget nga ai alergjen nëse është e mundshme. Zakonisht alergjenët inhalator janë problematik për të larguar prej tyre, sepse i thithim me frymarrje, me ajër, mirë po sa do mund, do me thonë që pacienti të shmanget atyre alergjenve, do të ishte mirë për të në përgjithësi. Me prik testet ne bëjmë testimin e alergjenve inhalator edhe testimin e alergjenve ushqimor. Kemi lloj tjetër të alergotesti, që është alergotesti intradermal, zakonisht bëhet, do me thonë është si test pak më i rrezikshëm se testi prik. Vlen këtu të potencohet se çdo alergotest ekziston, do me thonë, rrezik për të shfaqur simptome të alergjisë, edhe pse ne, do me thonë, përdorim një sasi të vogël të alergjenit, përsëri te pacienti gjatë testimit mund të na shfaqen
simptoma sistemike, do me thënë të përgjithshme. Do me thënë, në qoftë se një person është alergjik, edhe gjatë testimit mund të paraqitet alergjit? Po, mund të paraqitet, prandaj dhe është shumë kryesore anamneza gjatë periudhës, do me thënë që e marrim ne për të siguruar pacientin që mos të ketë, ta bëjmë testimin edhe mos të kemi probleme, do me thënë që edhe mos e vendosim pacientin në rrezik gjithsesi. Me testet, do me thënë testet intradermale janë pak më të rrezikshme në përgjithësi sepse aplikohet sasi e vogël e alergjenit në lëkurën e pacientit, edhe prapë ashtu shifet njëjtë si te prik testi për një periudhë 20 minuta deri në 30 minuta se çfarë reaksioni kemi në lëkurë. Do me thënë, rezultatet e testit mund t'i marrin me njëherë të gjithë pacientët, kurse nga testet serologjike, a duhet të pritet pak më gjatë? Zakonisht pritet aty, ose 2 ditë, ose 3 ditë, në varësisht, do me thënë, prej mundësive, se sa pacienta ka, do me thënë, laboratoria. Si përcaktojnë qofse një pacient do bëj testin prik, apo do duhet të bëj testin intradermal, apo testin serologjik për një alergji? Do me thënë, zakonisht për alergjenët inhalator edhe ushqimor, preferojmë testimin prik, kurse zakonisht për alergjit e medikamenteve shkojnë alergotestet, do me thonë ma shumë lloje, por edhe testimi intradermal. Kurse si teste më të sigurta përmendet sidomos për gratë shtatzana dhe për fëmijë që janë testet serologjike, si alergoteste. Po, në përgjithësi do me thonë janë më të përshtatshme se te gratë shtatzana nuk mund t'i bëjmë këto testet tjera. Doktoresh, pasi e marrim rezultatin se jemi alergjik ose jo ndaj ndonjë përbërësi, si vazhdohet më tutje? Çfarë i thoni ju pacientit qofse ai është alergjik ndaj ndonjë substance? Përmendet që ato që janë inhalatore nuk mund t'ju shmangemi sado, por ndaj substancave tjera? Ndaj alergjeneve ushqimor ose nutritiv, ne u preferojmë, do me thonë, ju rekomandojmë pacientëve që të mos i konsumojnë, mirë po edhe ajo periudhë është, do me thonë, situate vështirë për pacientat, sepse nuk është lehtë që të mund t'i shmangish të gjitha alergjenët në për ushqime dhe shpeshherë edhe ata pacienta kanë problem të tepërt në përgjithësi me shëndetin dhe për ta menaxhuar alergjinë e tyre. Në përgjithësi, do me thonë, Arta më pyete, në klinik ka një numër të madh të pacientëve të cilët dëshirojnë dhe vinë për të testuar dhe shumica e tyre gjejnë ndonjë zgjidhje ose gjejnë ndonjë përgjigje se prej ku i kanë ato simptome, mirë po te shumica kemi raste në të cilat nuk mund të vërtetojmë se prej ku vjen ajo alergji. Ato zakonisht janë pacienta edhe për ne si mjek më të vështirë për të menaxhuar. Tjera lloje të testeve, ne kemi edhe patch testin, i cili ngjitet te shpina e pacientit. Zakonisht me këtë patch test ne testojmë alergjenet e kontaktit, si metale të ndryshme, nikelin, kobaltin, parfemet, dezodoransat, kozmetikën, kemikate të ndryshme, të cilat aplikohen te shpina e pacientit, rrin, do me thënë, qëndron testi 2 ditë, edhe e lexojmë pas 48 ose 72 orëve. Do me thënë, rezultati i testit shifet në bazë të asaj se a ka ndonjë skuqje ose kryuarjet e vendi aplikimit të alergjenve. Kështu mund të testohen edhe medikamentet, sidomos kur kemi një anamnesë të rrezikshme të pacientit që ka pasur ndonjë ilaç ose medikament që i ka bërë reakcion të fortë alergjik, edhe nuk shkohet, do me thonë, në testime tjera. Zakonisht ne pacientët, sidomos ato të cilët kanë pasur alergji me medikamente, i marrim anamnezë detale dhe shohim se çfarë rreziku kemi nga ai testim dhe a duhet ta bëjmë atë testim ose jo. Shumica e pacientëve nëse nga ndonjë medikament konkret e kanë pirë dhe kanë pasur reakcion të fortë alergjik, drejtohen në klinikë dhe thonë unë dua ta testoj të njëjtin bar, do me thënë nuk ka nevojë të testohet sepse ajo vetëm është e treguar reakcioni alergjik dhe nuk ka nevojë të futet pacienti në rrezik të dytë. Patjetër. Janë alergji nga medikamente ndër alergjit më të rrezikshme që mund shfaqen tek një person? Mund të themi se po, mirë po edhe alergjit ushqimore mund të bëjnë njëjtën reakcion të fortë alergjik, kështu që njëjtë, aty varet prej organizmit se si reagon. Vlen të theksohet se pacientat të cilat vinë, do me thënë për testim, zakonisht për herë e kemi këtë problem, duhet mos pinë 7 deri në 10 ditë para se vinë për testim terapi antialergjike,
që të mund të bëjmë testin dhe të jetë. Si duhet përgatitet atë një person përpara se të vitë të kryejë një test, një alergotest? Do me thonë, mos të pi terapi antialergjike, antihistaminik dhe kortikosteroide për afërsisht 7 deri në 10 ditë para se vjen për testim. Do me thonë, për testet e lëkurës, kurse për testet serologjike nëpërmjet të gjakut nuk ka nevojë të ndërpritet kur një farë terapie. Diçka për shembull përpara testit në mëngjes, a është e nevojshme që pacienti të di? Mund të haj ushqime, mirë po të jenë ato ushqime jo shumë alergjene, do me thonë, si ves ose susam ose ara, lejthia, Në me thënë të keni kujdes të këto ushqime në mënyrë që rezultati i testit të jetë sa më i saktë. Sa të sigurta janë këto teste? A mundet që të kemi rezultate të rrejshme? Rezultate të rrejshme zakonisht nuk ka, mirë po varet shumë prej mjekut i cili e lexon testimin, sepse ne për të vrejtur rezultatin e testit bëjmë testim me histamin, e cila është testim kontrol pozitive, edhe testim me pufer, e cila është kontrol negative, dhe mbas të atyve e lexojmë edhe testin. Do me thonë, në përgjithësi ekzistojnë rezultate të rrejshme, po krejtësisht varet prej gjendjes momentale se si interpretohet ai test. A mund të ndodhin ndonjëherë që të jetë e nevojshme të kryhet përsëri testi alergjisë, jo vetëm një herë, por më shumë herë tek një pacient? Në përgjithësi rekomandohet, por jo shumë shpesh, do me thonë. Ekzistojnë, do me thonë, edhe testet tjera që i bëjmë në klinikën e dermatologjisë, dhe kjo është testi që e bëjmë vetëm, do me thonë, në dermatologji, do me thonë testimi me dozë të provokuar të ilaçit, ku nëse dyshojmë në ndonjë alergji ndaj ndonjë ilaçi, zakonisht pacientat i kryejnë gjithë këta testimet që i përmendëm më parë dhe më në fund në kushte spitalore e bëjmë edhe këtë testim nëse ne nuk dyshojmë se ai është alergjeni direkt, do me thonë. Nëse e dim që ai ilaç ose medikament është konkret, do me thonë, që ka shkaktuar alergjin, atëherë nuk e testojmë gjithsesi. Sepse atëherë pacienti është do me thonë, duhet jetë në mbikëqyrje mjekësore, nëse na paraqiten simptome të rrezikshme, do me thonë, kërcënuese për jetën, duhet të mundemi ta menaxhojmë dhe të japim terapi të duhur. Me udhëzim të një mjeku A mund të drejtohen deri tek ju të gjithë pacientët për të kryer një alergotest? Në përgjithësi, do me thonë, është shkalla e fundit të testimit, ne derisa të kemi vërtetuar se çka duam të bëjmë dhe sa ka rrezik pacienti për ta kryer këtë test. Doktoresh, për shembull, tek këto pacientë që ndoshta përdorin medikamente apo ndoshta gjatë periudhës së jetës nuk kanë pasur probleme me alergjinë, por më pas një periudhe të caktuar fillon të paraqitet alergjia. A mund të ndodhë kjo tek një organizëm? Po, mund të ndodhë, kemi raste të llojeve të ndryshme, alergji të cilat zhduken gjatë jetës, ose alergji të reja të cilat paraqiten gjatë jetës. Do me thënë një alergji mund edhe të zhduket, nuk do të thotë që do e bartin deri në fund të jetës. Si që përmenda dhe më parë, zakonisht prej vezëve, prej qumshtit mund të zhduken, kurse produktet të tjera, jo. Doktoresh, përmendet disa nga testet më të rëndësishme, si alergotestet që mund të kryen në klinikën universitare të dermatologjisë. Ndonjë test, për shembull, specifik që ju e preferoni më shumë ti që jep rezultate të shpejta, apo ndoshta ndonjë test që nuk e përmendëm deri tash? Po, test që nuk e përmendëm është alergotestin për anestetikët, do me thonë kryejmë alergoteste për anestetik kirurgjikal dhe anestetik stomatologjik. Zakonisht pacientat të cilat kanë alergji të ndryshme vinë te ne në klinik për të testuar anestetikët ose nëse kanë pasur anamnesë për ndonjë medikament, alergji ndaj ndonjë medikamenti vinë për të testuar alergotestet e anestetikëve, ose nëse kanë pasur problem gjatë ndonjë intervenimi stomatologjik ose intervenimi kirurgjik, zakonisht vinë për të testuar anestetikët. Gjithsesi edhe këta teste janë shumë të rëndësishme, kanë edhe ato sasinë e vete të rrezikut, do me thonë se sa dhe si mund të bëhen këto teste, zakonisht i bëjmë te pacientat të cilat janë më të rrezikuar, i bëjmë në kushte spitalore, nuk i bëjmë në ambulant si alergotestet tjera. Do me thënë, këto janë teste, të gjitha teste që mund të kryen në klinikën universitare të dermatologjisë, besoj që i përmendëm dhe të gjitha ato që na ndoqën, ndoshta nëse kanë ndonjë reakcion alergjik, mund të drejtohen për të kryer një alergotest.
Alergotestet tjera të cilat i kryem janë edhe alergotestet për insekte. Do më thonë, reakcionet nga pickimet e insekteve mund të jenë lokale dhe mund të jenë shumë të rrezikshme. Zakonisht, ato të rrezikshme përfundojnë me anafilaks dhe humbje të vetdijes, kështu që preferohet pacientat të bëjnë testimet së pari serologjike, pastaj testimi nëpërmjet lëkurës, edhe këtyre pacientëve ju preferohet që gjithë kohës të kenë me vete terapi antialergjike, antihistaminik dhe kortikosteroide, të kenë autoinjektor me adrenalin nëse është e mundshme, dhe të mbrohen sa munden nga insektet. Në klinik ne u preferojmë këtyre pacientëve hiposensibilizim ose marrja e vakcinave për kundër insekteve, e cila periudhe e hiposensibilizimit shkon prej 3 deri në 5 vjet, edhe zakonisht në fillim pacienti duhet vi më shpesh në klinik për ta apliku vakcinën, kurse pastaj një herë në muaj. Doktoresh, vim deri tek trajtimi ndaj alergjive. Përmendet trajtimin antialergjik, antihistaminikët që mund të përdoren. Ndonjë gjë tjetër që duhet të kenë kujdes të gjithë pacientët? Në përgjithësi, do me thënë, në kohët e fundit zhvillohen terapit biologjike, të cilat janë target terapi, të cilat ndikojnë në vend të caktuar dhe ndërpresin alergjin. Mirë po pacientët në përgjithësi, do me thënë, duhet t'ju shmangen alergjenve të cilat i din që ju kanë kryer alergji gjatë jetës, edhe normal të konsultohen me mjekun nëse kanë nevojë për alergoteste ose këshilla në përgjithësi. Kur kemi probleme alergjit, kjo terapia antialergjike përdoret vetëm një herë ose do të duhet ta përdorim sa herë ta vërejmë që ne kemi alergji ndaj ndonjë përbërësi? Përgjithësi sa herë që vërejmë. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit. Faleminderit edhe ju. Unë ju sugjeroj të gjithë personave që ndoshta kanë probleme me alergji, tashmë e mësuar që në klinikën universitare të dermatologjisë ju mund të kryeni alergoteste për të detektuar se a jeni alergjik ose jo ndaj ndonjë përbërësi. Ne vazhdojmë në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirë takofshim.